i kryva ta në firmos to, firmos aty, sepse janë gjana ligjore, du të me firmos shumë, i kryva ta në unë, edhe kur dola të dera u borit kret, nuk ma hapen komplet derën dhe jashtë, ma hapen derën, vetëm i kaq, edhe të dera mu më prit të policia prap. Pse? Sepse mu në atë moment më arrestunen prap për herë dytë. Me fjallë. Për çfarë arsye? Për lidhje me drogën, sepse unë edhe grup, me fjallë, do njerëz ishim në vëzhgim, kishim kohë si ishim në vëzhgim, edhe një ditë që unë u gëzova shumë, se isha të dalë, i kryva me fjallë ta në denimet, nuk isha zësen, gjasëm kishin kap, isha happy, thosha shumë mirë si ka nullë, si më kanë kap vetëm për shur letra falco, edhe nuk din gjana tjera, isha shumë happy, a kupton? Edhe më hapen ka zerën, më thonën që kam pas jemër Danielo Boni, italian. Danielo Boni. Ashtë në për internet ba me hime e gjetë, njëse. Ashtë aja që jena denunu disa persona. Njëse Danielo Boni aty edhe më arrestunen, në qunën polici, më anën akuzat të reja, edhe në fund këthynë edhe hermran, edhe për funu të bala i vit tjetër. Kështë ditën që unë je dash me dal, të kanë akuzu për diçka tjetër direkte. E mora dhe një vit tjetër dënim. E bona edhe një vit ekstra dënim. Edhe atë ditë, më falë vetëm ta kryu këtë se këtë e kam përmen prime, po edhe atë ditë ko kënë momenti që mu më kordhë shumë keq për babën tem. Shumë keq. Sepse, ata kishë marrë vesh se kam kënë, e morën vesh se jam burek në janë edhe i thash ishtë qëtë sa ju nuk është gja serioze, thërë vetëm për letra falco, nuk kene në gjak shumë. Okej. E kryva bab, tash janë të më zjarë, kuptën, edhe po flasim kur t'jem jashtë në në. Përfonova në polici, 24 orë, një për në përgjyqe, ditën tjetë, gjanë asajnë edhe kuar, dhe tash ishte momenti që unë dosha me marë babin telefone, me thonë se shiko se ja puna, ka dali disha tjetër, edhe ka me marrë denim tjetër. Edhe nuk u dite se sa denim ka me marrë, edhe nëse të mërshin njështë të mërshin 7 vjetë, 5 vjetë, 4 vjetë, 3 vjetë, a kupden. Edhe në atë moment më dasht me marrë në telefon, edhe me i treguj këtë gja, edhe më kuar shumë keq për të, se në atë moment ja konis me qanë telefon. Edhe janë që se ki po në për filma, se janë të telefonet e burgut që janë kështu adin, edhe jagonis me qa, po unë nuk mujsha ma me fol me te, vetë që me kam hell, kështu telefoni e kam hasi, nuk mujsha ma me fol me te, thjesht ja thash ose më prejko dhe mu se mullim të aj, jo veti. Veti nuk mullim të, po mullim të aj se prit të, ose thash do të dal, ose do vinë Shqipni, aj më prit të cilat do tjetë është e mirë, bash një si nuk qanë këtë, nuk qanë shpesha, nuk qanë kur. Edhe ditë nga shumë keq për dhe. Tani, a ishte kjo ajo që pasi dole të bëri që të vish Shqipëri, apo nuk ka qenë akoma ky momenti? Pra me pak fjalë ti the që 3 herë ke përjetuar burgun, 2-3 herë, më saktë the. Kush ka qenë momenti që ty të ka bërë, dhe si ka qenë, dhe si të ka ardhë ndjesia, çka të shtyu që ti ta ndalosh këtë rrugtim dhe më në fund të vish Shqipëri dhe t'ja nisësh? Shumë gjana për shkakun ti mund të thush, okay, pse e ke provu prap? Se ti ke gabu me të parën, ke provu prap, ke gabu me dytën, ke provu prap. Por du ta menosh këtë gjë se je 20 e pak vjeç, je i ri, ke adrenalin, ke imagjino të shkosh nga Shqipënia. Atë vinte ndjesi edhe pak e mirë në momenti kur nisi edhe fitoje shumë para, domethënë nga mos pasurit, në shumë para dhe ajo egoja për të arritur më shumë, pak edhe me përfshi luksin në jetë. Aty po du me dalë, sepse normal se shkam një shqiptar, sa dush t'jena para, sa dush, kur shka një vend të Europës ka për para, je si me da thonë, të hapen syt, shef gjana si ki po kur, aty e ka marrë vesh që të me thonë, në atë periudhë e ka marrë vesh që të me thonë të brendet, se s'po du me përmen emrin, se kam vitë që janë të brendet, nuk avon, jetë komplet tjetër. Po më bashkësisht se mos harro se kanë kalu 10 vjet, edhe këto 10 vjet të funit sikur kanë ndryshu jeta shumë, apo bën. Se brendet sot e njeh gjithkosh. Por për shembull 2000
11, 12, 13, 14 që adin që kam pasur lidhe me këto brende, sepse do është me pasi i fort lekut, i fort gjojët, si me njofta brende. Si kemi njofti brende të gjanat. Ose në Angli kam njoft që janë brende se fillon, wow, duket vedi, fillon e veshët me brend, duket vedi. Ora Rolex. Po. Duket vedi nice, duket vedi bukur, duket vedi kështu, duket vedi ashtu. Bile që e përmen në orën Rolex, e dashur që jetoshë në atë kodin, ma pa të dhuru një orë Rolex. E dashur aty? Po. Të ka dhuru orë Rolex? Qa vlerë kishte ora? Për kuriozitet. Por zotë nuk e di vlerën, se se kam pyet kur, adin nuk e kam pyet si ishte dhorat. Edhe kokën viktyne se janë gjys e bluhe, gjys e kuqe. Edhe në moment, se e kanë këtë fushën, gjys bluhe, gjys kuqe, edhe në momentin që unë po të arrestu, më po të nqu bile me Rolex në dorë, kupton? Edhe kur më pave, tha me Rolex të ti, hajtë se të tregojmë në të ty, me Rolex të ti po vjen të mirë. E mojme në këtë gjo shumë mirë. Se të është në i ri, Alba. Edhe kur i ri i ka bon të një fije kohë mi kuptu gjanat, të një fije të duket e bukur, normal se të pëlqen me pas lek, të pëlqen me mu vesh bukur, të pëlqen me hangër mirë, të pëlqen një shumë mirë, kur del në rrugë madhe, edhe ke gjepim të normal se një shumë mirë. Dhe din që ja ke plotsu kushtet edhe familje, si i ke ndihmu edhe i ke përkra disa gjëra tjera? Normal, se në momentin e parë që ti, me fjallë komplet familje jote, nuk ka një ekonomi të mirë gjana se, në momentin e parë që ti ban 2 leka u blen gjëra, por është që, okej, unë kam tash, shiko, që merri normal, a gjë normale, jo.